Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Info Ftesë edhe këtë të jente këtu në televizionin Sot 7. Do të kemi sonte një emision mbi dëmshpërblimet dhe rolin e avokatit. Natyrisht një çështje etike e mprehtë që në ditët tona prek gjithkënd nga ne. E për të folur, pikërisht kam ftuar avokatin Endri Çela. Mirëmbrëma avokat, kënaqësi që të kam në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Të falenderoj që i thatë po, edhe sigurisht do doja të falenderoja gjithmonë trendin në rritje të punëve tuaja, të performancës edhe sigurisht suksesit që keni si avokat në Pogradecët dhe përtej Pogradecët. Faleminderit, është kënaqësi gjithmonë që jam pjesë e studios tuaj. Sigurisht, aksidentet mbeten, le të themi, pika mbi i kur flasim për problematika të cilat në thelb kanë dëmshpërblimet dhe sigurisht roli i avokatit përballë tyre. Ç'ndodh me dëmet e shkaktuara nga aksidentet, veçanërisht rrugore? Çdo mjet që qarkullon në rrugë është domosdoshmëri që të ketë një sigurim mjeti, në mënyrë që dëmet që shkakton ky mjet në një aksident rrugor të shpërblehen nga kompania e sigurimit të makinës që është siguruar ky mjet. Është domethënë kështu jetike të jetë e siguruar. Është kërkesë ligjore në momentin që një mjet qarkullon pa siguracion, do të marrë një gjop shumë të majmë për shkak sepse po qarkullon në kundërshtim me dispozitat e kodit rrugor. Është vendosur kështu nga ligji për shkak sepse për të patur një lloj sigurie për dëmet që shkaktohen në rrugë në mënyrë që të shpërblehen nga kompania e sigurimit. Nëse s'do të ishte ky ligj, pra nëse nuk do të kishte kompani sigurimi që do të mbulonin dëmet që shkaktoheshin nga aksidente rrugore, atëherë do të ishte vështirë të shpërblehej sepse jo çdo drejtues mjeti do të kishte mundësi ekonomike reale për të shpërblyer dëmet që shkaktohen nga aksidentet. Duhet të kemi parasysh që nga aksidentet rrugore mund të vinë dëme shumë të mëdha deri në humbje jete dhe familja e personit të cilët ka humbur jetë ndikohet jashtë mase nga ngjarja në fjalë dhe nëse s'do të kishim siguri juridike dhe financiare për shpërblimin e këtyre dëmeve, atëherë dëmi që ne po i shkaktonin shoqërisë do të ishte shumë i madh. Kjo është logjika e ligjit, pra kemi një ligj i cili titullohet për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve, që përcakton që çdo mjet që qarkullon në rrugë të ketë siguracion të veçantë dhe ky sigurimi, këtij mjeti do të përbëj bazën për shpërblimin e dëmeve që shkaktohen në aksidentet ku fajtor ka dalë mjeti përkatës. E kuptoj. Është në fakt një lloj le të themi përballje që sigurisht e kërkon të motivuar këtë fakt dhe natyrisht rikuperohen deri diku dëmtimet, rikuperohen deri diku të ardhurat, rikuperohen sigurisht këto momente që vijnë nga aksidenti, sigurisht jo jeta njerëzore në rast fatkeqësish. Pikërisht për këtë arsye është bërë dhe ligji përkatës i mbështetur dhe në Kodin Civil që parashikon që çdo dëm që shkaktohet pa fajin tënd duhet të shpërblehet. Normalisht është e vërtetë ajo që thatë ju, që asnjëherë nuk rikuperohet 100% dëmi. Një person që është dëmtuar nga shëndeti asnjëherë nuk do të kthehet e zemë sikur s'ka ndodhur dëmi pra para aksidentit, dëmi shëndetësor apo nuk kthehet personi që ka humbur jetën. Ama logjika e ligjit është e tillë t'ja lehtësojmë pra sa është e mundur pasojën dhimbje njerëzore së pari, sepse dëmi shkaktohet nga dëmi nga aksidenti rrugor, kur flasim për dëme shëndetësore që janë me plagosje apo me humbjen e jetës, përbëhet nga disa lloj dëmesh. Së pari është dëmi pasuror. Çfarë të ardhurash ke humbur ti për shkak të aksidentit dhe së dyti është dëmi jo pasuror, që përfshihet dëmi biologjik, moral dhe ekzistencial. Tek dëmi jo pasuror është kjo që diskutojmë ne, pra fakti sa ti je ndier keq, sa ke ulur mundsinë. Po edhe dëmet materiale futen. Absolutisht dëme materiale. Dëme materiale kur flasim çfarë shpenzime ke patur ti për aksident, për dëmtimet që ke marrë në aksident, dhe së dyti sa të ul mundësinë që ti të punosh në 100% të mundësive të tua. Pra nëse ti ke pësuar një dëm dhe je amputuar, po marrim një rast që ke humbur një nga gjymtyrët, atëherë ka një formulë përkatëse që llogaritet sa është paaftësia që ti të shkaktuar nga ky aksident dhe duke marrë parasysh sa tulet mundësia që ti të punosh deri në moshën që të dalë 65 vjeç. Këtë formulë përkatëse e ka të sqaruar ligji? Po, ka një rregullore përkatëse që quhet rregulloria për trajtimin e dëmit, e nxjerr nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare që përcakton koeficientet përkatës në raport me dëmtimet përkatëse që ka patur secili person. Dhe normalisht dëmtimi i madh është humbja e jetës. Në këtë formulë që parashikon rregulloria përkatës janë disa elementë, ajo që e tham ne është shkalla e dëmtimit të shëndetit që fillon që nga plagosja e lehtë deri te
humbja e plot e jetës në një personi që është dëmtuar në aksident, që është elementi parë që lidhet me masën e shpërblimit. Elementi tjetër është mosha e personit. Sa më i ri të jetë personi, aq më e madh do të jetë vlera e shpërblimit, sepse presupozohet që ky person ka më shumë vite jetë për të krijuar të ardhurar për veten e tij dhe për familjen e tij dhe shoqërisë. Dhe kur personi është në moshë më madhore, është më i ulët? Vlera e shpërblimit është më e ulët. Pra, një nga këto elementet i bie që nuk e kam ditur këtë gjë. Po, lidhet kjo pjesë, sepse kjo lidhet me dëmin jo pasuror, siç e tham më parë. Me dëmin pasuror. Pra, një person i ri krijon më shumë të ardhura sepse ka më shumë vite jetë se sa një person që është moshë më të thyrë. Një element tjetër shumë i rëndësishëm që lidhet me vlerën e shpërblimit është sa të ardhur realizon të ky person. Pra, nëse kemi një person i cili realizon shumë të ardhuar për shkak sepse është i specializuar, po marrim një shembull, nëse është pozicioni i punës. Dhe pozicioni i punës, pra. Nëse është një mjek i cili provohet që ka një rrogë shumë të lartë, atëherë në analizë futet rroga e tij. Nëse është një person që është i papunë, atëherë në analizë futet paga minimale në rang vendi në momentin që ka ndodhur aksidenti. Të gjitha këto element futen në formulën përkatëse, pra kalohen nëpërmjet kësaj formule dhe arritet vlera e shpërblimit, e cila është variabël në varësi të llojit dëmtimit dhe gjitha këtyre elementeve të tjerë që diskutuam. Kush është subjekti që duhet të shpërblejë individin kur jon rastin konkret? Është kompania e sigurimit të makinës shkaktar të aksidentit. Në momentin që ndodh një aksident rrugor, nga policia dhe nga prokuroria fillon hetimi i çështjes. Flasim në aksident rrugore që ka të dëmtuar njerëz sepse ajo është subjekti hetimit të prokurorisë në moment që ka vetëm dëme materiale. Nuk kryen prokuroria kur ka vetëm dëme materiale. Jo, hartohet vetëm proces-verbal i shkeljeve nga ana e policisë, pra del cili nga mjetet është fajtor dhe mbi bazën e proces-verbalit të shkeljeve përcaktohet cila është kompania e sigurimit ose cili është mjeti që ka shkaktuar aksidentin. Kompesimin, që do bëjë kompesimin e dëmeve që është shkaktuar mjeti tjetër, pra në rastin kur kemi vetëm dëme materiale. Në momentin që kemi të dëmtuar njerëz, pra të plagosur apo humbje jete, automatikisht çështja do të drejtohet, do të kalojë në prokurori dhe hetimi do të drejtohet nga ana e prokurorisë, e cila së pari do të bëjë hetime për të përcaktuar nëse kemi pasojën që kërkon ligji dhe pasojë që kërkon ligji për të qenë vepër penale është minimumi të kemi 2 plagosje të lehta ose 1 plagosje të rëndë dhe pastaj çdo pasojë më rënd se kaq pa diskutim që është subjekti i hetimit të prokurorisë. Dhe mbasi përcaktohet që na ka ardhur pasoja, pra kemi 2 persona të plagosur lehtë ose 1 plagosje të rëndë ose në raste më të keq vdekje, 1 apo disa persona që kanë humbur jetën, prokuroria përveç kësaj do përcaktojë dhe cili është shkaktari i aksidentit, pra kush është subjekti, individi, cili mjet ka shkaktuar aksidentin. Kjo bëhet nëpërmjet një akti ekspertimi autoteknik, duke caktuar një ose disa ekspert autoteknik, pra persona me njohuri të posaçme, inxhinier specialist në lidhje me këtë pjesë, të cilët përcaktojnë dinamikën e aksidentit dhe përcaktojnë shkeljet e secilit nga mjeteve, nëse ka më shumë se një mjet që ka marrë pjesë në aksident, si dhe shkakun determinant, pra cila është shkelja më e rëndë që lidhet me pasojën përkatëse që ka sjell plagosjen apo humbjen e jetës së një personi. Të gjitha këto pastaj përcillen sigurimeve, kompanisë sigurimit. Detyra e prokurorisë është që të nxjerrë përgjegjësinë penale dhe të çojë para gjykatës personin i cili ka kryer shkeljen. Dhe menjëherë pas vendimit të gjykatës i çojnë kompanisë sigurimit, por nuk është prokuroria ajo që ndjek këtë procedurë, se nuk është detyrë e prokurorisë. Kush e ndjek? Prokuroria është organi që ushtron ndjekjen penale dhe çon para gjykatës, është vetë subjekti i dëmtuar nëpërmjet normalisht këtë duhet ta bëjnë nëpërmjet një avokati sepse duke mos pasur këtu futet roli i avokatit. Po, roli i avokatit është që në momentin e parë që ndodh aksidenti, sepse duhet të ketë një rol aktiv personi dëmtuar, viktima. Me viktimë sipas kodit të procedurës penale nuk njihet vetëm personi që ka humbur jetën, por njihet dhe personi që është plagosur. Çdo subjekt i dëmtuar duhet të ketë përfaqësuesin e tij, një avokat për të mbrojtur të drejtat e tij në çështjen penale dhe më pas te pjesa e shpërblimit. Pse duhet kjo? Jo të gjitha çështjet janë të qarta për sa i përket dinamikës së aksidentit. Një pjesë e çështjeve fajësia është e qartë, pra një subjekt është pa diskutim i qartë. Një pjesë tjetër e çështjeve ka diskutim midis fajësisë së njëri subjekt apo subjektit tjetër. Për këtë arsye është domosdoshmëri që personi dëmtuar, i plagosur apo familja e personit që ka humbur jetën, të ketë përfaqësuesin e tij në mënyrë që të mbrojë të drejtat e tij në mënyrë aktive në organet e prokurorisë. Nëse ka dalë një akt ekspertimi ku ka dalë fajtor
personi dëmtuar apo pra personi vetë që është subjekt në prokurorinë në cilësinë e personit dëmtuar, nëpërmjet avokatit të tij, nëse ka hapësirë ligjore dhe nëse konkluzioni i parë është i gabuar, atëherë mund ta kundërshtojë këtë nëpërmjet një rrugë ligjore për të kërkuar që kundërshtimin e aktit të ekspertimit për të arritur në një konkluzion tjetër në mënyrë që të rregullojnë pasojat dhe të mbrojë drejtat e tij. Pra, prokuroria ndjek çështjen penale dhe çon para përgjegjësisë personat të cilët kanë kryer shkeljen përkatëse, ndërkohë që avokati i viktimës ndjek që nga momenti që ka ndodhur aksidenti, në hetim, në gjykim dhe më pas te kompania e sigurimit për të realizuar të plot vlerën e shpërblimit në rastet kur jemi në kushtet që i takon drejta e shpërblimit. Ndodh që kompania e shpërblimit, kjo kompani që është e sigurimit që bën shpërblimin, mbetet e drejtë deri në fund, ndodh ndonjëherë që ka edhe le të themi një mjegullim nga ana e saj ose i bën gjërat e njëanshme. Tani, kompania e sigurimit është subjekti që do të paguajë dëmin. E thënë ndryshe është subjekti që do të paguajë lekët. Dhe normalisht si subjekt që do të paguajë një shumë monetare, do përpiqet të mbrojë interesat e saj duke u përpjekur të japi vlera sa më të ulta në mënyrë që dhe normalisht duke negociuar për të parë nëse arrihet në një konkluzion ose jo me të dëmtuar. Normalisht i dëmtuari duhet të ketë një avokat të besuar, pra së pari duhet ta ndërtojë marrëdhënien me avokatin mbi bazën e besimit, sepse nëse nuk ka besim reciprok me avokatin nuk mund të vazhdojmë çështjen. Dhe mbi bazën e besimit të arrijnë në një diskutim paraprak me personin e dëmtuar, cila është vlera që synohet nga ky rast, duke marrë parasysh elementin që ne diskutuam, pra çfarë pasoje ka ardhur nga aksidenti, çfarë moshe ka personi dhe të gjitha me radhë, duke diskutuar këto arrihet në një konkluzion paraprak me personin e dëmtuar dhe mbasi arrihet në këtë konkluzion negociohet me kompaninë e sigurimit. Sa larg jemi ne në raport me vlerën që ne synojmë. Nëse ne synojmë trefishin e vlerës, atëherë i shpjegohet klientit që kemi distancë të madhe midis asaj që na ofron kompania e sigurimit dhe asaj që ne kërkojmë. Dhe në momentin që nuk arrim në konkluzionin e dur me kompaninë e sigurimit, kemi rrugën gjyqësore, pra të hedhim në gjyq kompaninë e sigurimit dhe të kërkojmë që vlerën e plotë të shpërblimit ta arrijmë nëpërmjet një vendimi gjykate, ku gjykata cakton ekspertët përkatës dhe sipas ekspertëve përcaktohet vlera e shpërblimit. Pra ky është momenti që subjektet përfitojnë shpërblimin. Ka dy momente, ose në momentin e parë kur i drejtohesh me kërkesë kompanisë sigurimi dhe ke arritur në një marrëveshje, pra për ta zgjidhur jashtëgjyqësisht vlerën e shpërblimit. Ka raste që zgjidhen edhe pa gjyqësor? Ka një pjesë të mirë të rasteve që zgjidhen jashtëgjyqësisht. Nuk lidhen detyrimisht me pasojën, por lidhet me vullnetin për ta zgjidhur me marrëveshje. Pra nëse vlera e ofruar nga kompania e sigurimit është e justifikueshme në raport me dëmin, secili nga personat janë të interesuar që ta zgjidhin me marrëveshje, sepse ne kemi një problem tjetër shumë të rëndësishëm në Shqipëri që gjyqet zgjasin jashtë mase. Pra, ti do vlerësosh në momentin e parë, do që ta zgjidhësh të çështje për një kohë shumë të shkurtër apo do që të nisësh një proces do zgjati shumë. Dhe interesi për ta nisur procesin është vetëm kur diferenca është shumë e madhe midis asaj që ti kërkon dhe asaj që të ofrohet. Pra kur ka diferencë shumë të madhe, atëherë normalisht do marrësh përfshirë për faktin që të ndjekësh gjithë procedurën gjyqësore. Nëse ka një diferencë jo shumë të madhe midis vlerës së ofruar dhe asaj që kërkohet, interesi më i madh është të zgjidhë me marrëveshje që të mos kalosh një kalvar shumë të gjatë kohën në gjykatë. Ka raste të përjashtimit nga shpërblimi? Ka raste që nuk përfitohet e drejta e shpërblimit, së pari, personi që ka qenë fajtor për shkakun determinant. Për shembull, nëse ndodh një aksident midis një mjeti dhe një këmbësori dhe këmbësori është plagosur, pra ka humbur jetën, por është vetë ai që ka patur fajin për aksidentin, për shembull, ka prerë rrugën në mënyrë të njëjeshme, ka qenë duke ecur në një rrugë që s'duhet të ecë dhe drejtuesi i mjetit ka qenë brenda normave të lejuar, nuk ka bërshkelje, atëherë nuk ke të drejtë shpërblimi, ai ose familja e tij për shkak sepse nuk të shkaktuar një dëm. Pra, ti shpërblehesh kur të ka bërë dëm një subjekt tjetër. Në momentin që ke qenë vetë fajtor për pasojën, nuk të ka shkaktuar njëri dëm dhe përjashtohesh nga drejta e shpërblimit. Rast tjetër është, pasagerët në përgjithësi kanë pothuajse në të gjitha rastet të drejtën e shpërblimit, por ka disa raste përjashtimore. Një nga këta raste përjashtimore, kur pasagerët përjashtohen nga drejta e shpërblimit, është kur ata e kanë ditur që drejtuesi i mjetit ka pasur një kusht pezullus ose ndalus për drejtuar mjetin dhe me vullnetin e tyre kanë humbur në drejtimin e mjetit. Cilat janë kushtet pezulluse ose ndaluse? E para, nuk ka fare lejë drejtimi për të drejtuar mjetin, drejtuesi i mjetit dhe pasageri e di që ky person nuk ka lejë drejtimi dhe me vullnetin e tij vendos të udhtojë me këtë mjet. Rasti i dytë është kur
drejtuesi i mjetit është në ndikim në alkoolit dhe pasagjeri e di që ky drejtuesi i mjetit është në ndikim në alkoolit dhe me vullnetin e tij. Pra, këto janë rastet, ose kur s'ka dokumentin përkatës për drejtuar mjetin, lejen e drejtimit, ose kur e di që ka konsumuar alkool, ose lënë narkotike, ose një substancë tjetër që nuk lejohet në drejtimin e mjetit dhe me vullnet i ka zgjedhur të hipi në këtë mjet. Logjika e ligjit është që ti e ke marrë përsipër riskun kur e di që s'duhet të hypësh tek personi që ka një kusht pezullues për ndaluar mjetin. Pra, pasi verifikohet gjithçka, sigurisht nuk përftohet le të themi kjo të përjashton ligji. Pra ligji thotë, në këto raste ti nuk përfiton të drejtën e shpërblimit. Ne duhet të përcaktojmë edhe diçka tjetër, pra siç e tham më lart që mendoj që është e rëndësishme ta sqarojmë, dëmin e paguan kompania e sigurimit të makinës shkaktar të aksidentit. Por ne mund të pyesim edhe këtë gjë. A ka raste kur kompania e sigurimit nuk e mbulon këtë dëm, por i ngarkohet vetë drejtuesit të mjetit? Ka disa raste, po. Dhe ne mund të diskutojmë tani ato rastet. Së pari, kur drejtuesi i mjetit është në ndikimin e alkoolit. Në çdo rast, pavarësisht fajësisë drejtuesit të mjetit, dëmin e paguan kompania e sigurimit, drejtuesi i mjetit ka po themi llogarinë në thonjza penale me shtetin, nëse del fajtor do të bëj dënimin penal, sa do të vlerësohet që do jetë fajtor. Pjesën e shpërblimit e paguan kompania e sigurimit. Por në momentin që drejtuesi i mjetit është në ndikimin e alkoolit apo të një substance narkotike, kompania e sigurimit e paguan dëmin dhe ja kërkon me paditje regresi drejtuesit të mjetit, sepse i thotë që unë të kam siguruar ty, por të kam siguruar vetëm kur jo kur je në ndikim në alkoolit, si dhe jo kur ti nuk ke lej drejtimi apo e ke të pezulluar lej e drejtimit. Pra, në këto dy raste i ngarkohet drejtuesit të mjetit. I paguan kompania e sigurimit, por i ngarkohet drejtuesit të mjetit si dëm. Me të drejtë në fakt. Me të drejtë dhe çfarë kjo lloj logjike po. Prandaj është bërë dhe ligji. Ka dhe disa raste të tjera, ne mund të ngrejmë pyetjen këtu çfarë ndodh kur kemi mjete të pasiguruara. Çfarë ndodh? Ka një subjekt që quhet Byroja Shqiptare e Sigurimit, që ngarkohet me përgjegjësinë për të shpërblyer dëmet e mjeteve të pasiguruara apo mjetet që nuk janë identifikuar. Se kemi raste që mund të ndodhë një aksident rrugor dhe nuk është identifikuar mjeti, mund të ketë ndodhur mes të natës, ka ikur mjeti që ka shkaktuar aksident dhe nuk është identifikuar cili është ky mjet. Në të dyja këto raste, pra kur është i pasiguruar mjeti apo kur mjeti nuk është identifikuar, subjekti që duhet ta shpërblejë është Byroja Shqiptare e Sigurimit, si organi përcaktuar nga ligji për të shpërblyer këto dëme. Më shpani një kuriozitet, ka raste kur ndonjëherë nuk është gjetur mjeti apo s'bën vakit? Ka shumë raste. Ka raste, po. Dhe unë jam duke trajtuar disa raste të kësaj natyre. Që kamerat gjithandej rrugët tona apo kombëtare monitorohen. Aksidentet kanë një specifik. Nëse zbulohet drejtuesi i mjetit apo shkaktari i aksidentit zbulohet 12 orë ose 24 orë e para. Është shumë e vështirë mbas asaj kohe ta zbulosh. Pra ka raste që nuk janë zbuluar. Po, ka raste që nuk janë shkaktarët e aksidenteve. Dhe në këto raste çështja pezullohet, pra duke mos u gjetur cili është personi që ka kryer aksidentin, çështja pezullohet deri në momentin që mund dalë një rrethanë e re. Dhe në shumicën e rasteve nëse nuk gjendet në momentin e parë është e vështirë të identifikohet më vonë. Sepse duhet kemi parasysh faktin që jo të gjitha akset rrugore janë të mbuluara nga kamerat. Nëse një aksident ndodh në një segment rrugor natën kur nuk ka kamera në atë pjesë, zonat thella malore, zonat të thella dhe është e vështirë për tu identifikuar dhe për tu zbuluar mjetin. Pra ka raste. Normalisht rastet e pazbuluara janë më pak nga sa ka qenë përpara. Edhe për faktin që tashmë kemi më shumë kamera, mund të kontrollojmë më shumë e lehtë menaxhimi rrugor. Po, rrugët kanë filluar të kenë më shumë ndriçim se sa kanë patur përpara, jo se janë të gjitha të ndriçuara, po deri diku është përmirësuar pjesa e ndriçimit të infrastrukturës rrugore. E kuptoj. Koha e dëmshpërblimit. Tani, koha e dëmshpërblimit do të lidhet me mënyrën e zgjidhjes së çështjes. Nëse do ta zgjidhim me marrëveshje me kompaninë e sigurimit, çështja do të zgjidhet për një kohë jo shumë të gjatë. Mund të zgjidhet për një vit nga momenti që ka ndodhur ngjarja apo pak më shumë, pak më pak, gjithmonë kur çështja zgjidhet me marrëveshje me kompaninë e sigurimit. Nëse çështja nuk zgjidhet me marrëveshje me kompaninë e sigurimit, atëherë subjekti dëmtuar duhet të hapë një gjyq ose duhet të ndjekë një proces gjyqësor civil me objekt shpërblim dëmi ku subjekt ose pale pa ditur do të jetë kompania e sigurimit. Ky proces zgjat shumë. Dhe ne nuk mund të përcaktojmë një kohë se sa do të zgjatësi ky në momentin që nuk kemi një marrëveshje me kompaninë e sigurimit për ta zgjidhur të çështje me marrëveshje. Dhe kjo lidhet me faktin që gjykatat nuk kanë stafin
e mjaftueshëm për të punuar me çështje të tilla. Me çështjet me numër të plotë të çështjeve që kanë, pra kanë më pak staf në raport me numrin e çështjes. Është problem që është krijuar që momentin që nga 2013 dhe në vazhdim që filluan po hartoheshin shumë reforma në sistemin e drejtësisë, ku lidhej me mbylljen e shumë gjykatave, siç ndodhi së fundmi. Është ky lloj ngërçi gjyqësorit. Është ky lloj ngërçi. Pra, si çdo proces tjetër gjyqësor, nëse nuk arrihet me marrëveshje zgjidhja e çështjes së shpërblimit, por do të ndiqet rruga gjyqësore, kohë është shumë e gjatë. Dhe rruga gjyqësore ndiqet në momentin që diferenca midis vlerës së ofruar nga kompania e sigurimit dhe asaj së pretenduar nga subjekti dëmtuar është shumë e madhe, normalisht në ato raste ta marrësh përsipër të harxhosh dhe kohë sepse ti pretendon më shumë. Çfarë kohë duhet të kuptojmë? 7 vjet, 8 vjet, 5 vjet, 9 vjet. Në varësi të rastit specifik. Mirë, avokat, unë të falenderoj për këtë pjesë të parë, do t'jemi gjithmonë me dëmshpërblime dhe rolin e avokatit, me momente tjera, me çështje tjera. Do kalojmë në publicitet, do kthehemi në studio. Mirë, reklamat na kanë rikthyer në pjesën e dytë, në Foftes, këtu live në Sot 7. Nderuar miq, me mua vjen të jetë i ftuar në studio Endri Çela, avokat. Avokat, do doja që ndoshta edhe në pjesën e parë ta kisha bërë këtë pyetje, por jemi në kohë. Ç'ndodh me mjetet e huaja në rastin e dëmshpërblimeve? Çdo mjet që qarkullon nga një shtet në një shtet tjetër duhet pajitet me një siguracion ndërkombëtar ose siç quhet ndryshe karton jeshil. Dhe nëpërmjet këtij dokumenti dëmet që shkakton ky mjet, për shembull po marrim rastin një mjet me targa greke që bën aksident në Republikën e Shqipërisë, është pajisur me një siguracion ndërkombëtar ose karton jeshil dhe dëmet që bën ky mjet do të paguhen nga siguracioni ndërkombëtar nëpërmjet institucionit Byros Shqiptare të Sigurimit, i cili negocion me kompaninë e huaj. Pra edhe në këtë rast është mirë përcaktuar në ligj pjesa e makinave të huaja. Po, është përcaktuar shtetasve të huaj si drejtues mjetësh. Po, është përcaktuar dhe është garantuar nga ligji e drejta e shpërblimit të gjitha dëmeve që shkaktohen në aksidente rrugore, edhe kur kemi raste që këto dëme shkaktohen nga mjetet huaja. Okej, mirë, në aksidentet avokat nuk i kemi vetëm në rrugë, aksidentet i kemi edhe në ambientet e punës. Mbetemi pak këtu. Atëherë, siç e përmendëm pak më lart, baza e kodit civil është çdo dëm që të shkaktohet pa fajin tënd duhet të shpërblehet nga subjekti që ka shkaktuar dëmin. Tani mund të kemi dëme të shkaktuara nga aksidentet në rrugë, siç e thamë më parë, por mund të kemi dëme të shkaktuara dhe aksidente në punë apo aksidente të natyrës së ndryshme. Edhe këto përcaktohen që subjekti që ka shkaktuar dëmin duhet ta shpërblej personin dëmtuar. Për shembull, nëse kemi një punëmarrës, një person i cili punon në një subjekt përkatës, dhe ky person është dëmtuar në pjesën e punës ose gjatë orarit të punës, për shkak të punëdhënësit, dhe shkaku i punëdhënësit lidhet me disa arsye. Së pari nuk është trajnuar si duhet, së dyti nuk janë pajisjet e duhura për të punuar, së treti kushtet siguruara për stafin. Absolutisht, mos trajnimi i tij apo i stafit tjetër. Apo një defekt teknik, për aq kohë sa nuk lidhet me fajin e vetë punëmarrësit të dëmtuar. Është garantuar nga ligji që të shpërblehet personi që është plagosur, është dëmtuar apo ka humbur jetën nga aksident në punë. Në këtë rast, subjekti që shpërblen personin që ka humbur jetën apo është plagosur, subjektin e dëmtuar, është subjekti që ka shkaktuar dëmin. Pra nuk jemi më në kushtet që ta mbulon kompania e sigurimit vlerën e shpërblimit, por jemi në kushtet që është vetë punëdhënësi që duhet detyrohet të shpërblejë në raport me dëmin që të shkaktuar gjatë punës. Edhe kjo është të përcaktuar në ligj. Absolutisht është e përcaktuar në ligj. Ka një ndryshim që është midis dëmeve të shkaktuar në aksidente rrugore dhe dëmeve të natyrës së ndryshme që janë përtej aksidenteve rrugore. Në aksidente rrugore vlerat e shpërblimit janë më të kufizuara dhe kjo është bërë nga ligji për të patur një lloj sigurie. Më të kufizuara në çfarë aspekti? Janë vlera më të ulta se sa dëmet e shkaktuara, për shembull, nëse kemi një humbje jete në një aksident rrugor, vlera e shpërblimit që do të paguajë kompania e sigurimit është më e vogël se sa vlera e shpërblimit që do të paguajë një punëdhënës në momentin që kemi një person që ka humbur jetën në aksident në punë, jo në aksident rrugor. Logjika e ligjit është e tillë, të kemi një siguri në tregun. Logjika, po, është për shkak për të patur një siguri në tregun e sigurimeve, pra sa është vlera e pagesës siguracionit për secilin makinë, sa është vlera mesatare e dëmeve që duhet të paguhen dhe është gjetur një ekuilibër midis masës së pagesës për çdo
sa është primi i sigurimit për çdo siguracion makine dhe vlerës së shpërblimit duke patur dhe kompania e sigurimit një marrë shpëtimi. Pra, të mos e rrisin shumë vlerën e pagesës për çdo siguracion në mënyrë që mos u rëndojë qytetarëve, por dhe personat e dëmtuar ta kenë të drejtën e shpërblimit. Megjithatë, unë jam i mendimit që vlerat e shpërblimit nga aksidentet rrugore janë më të ulta, pra ligji ka përcaktuar vlera më të ulta nga sa duhet të jenë realisht. Mendoj që ka ardhur koha që ne ta shohim seriozisht të pjesë dhe të rivlerësohet masa e shpërblimit nga aksidentet rrugore, sepse ne asnjëherë nuk mund ta vlerësojmë në anën monetare humbjen e jetës së një personi. Prandaj duhet pak si e padrejt kjo pjesë kur humbi individi jetën në rrugë dhe edhe kur e humb në punë. Po, është e padrejtë për balancë. Është e padrejtë për shkak se vlera është më e ulët, por jemi në kushtet që kemi shpërblim dëmi nga sigurimi. Jo, unë e kuptoj logjikën. Por normalisht është e padrejtë sepse dhe duhen updateuar, pra duhen rritur vlerat e shpërblimit nga aksidenti sepse dhe kosto e jetës është rritur. Për shembull, në çdo rast kosto e jetës mbetet e shtrenjtë. Në rrugë, në punë, ku di unë. Është e vërtetë dhe shpërblimet duhet të jenë të tilla që të justifikojnë dëmin që ka ndodhur. Shumë saktë. Kemi raste të mjekimeve të pakujdesshme, ka dëm shpërblime në këtë pjesë? Po, kemi shumë raste. Ka persona të cilët kanë marrë ose mjekin të pakujdesshëm, pra nuk kanë marrë trajtimin e duhur mjekësor, ose nuk kanë marrë fare trajtim mjekësor, që kanë ndikuar në pasojën që ka ardhur. Kemi raste që ka plagosje të rëndë për keqësinë të shëndetit apo në raste shumë të këqija dhe humbje shëndeti. Ka njerëz që kanë mbetur gjymtuar ose humbur jetën. Po, për shembull, unë mund të përmend një rast, personat të cilët janë me diagnozën e hemofilisë në Republikën e Shqipërisë, sipas ligjit duhet trajtohen me një lloj medikamenti që quhet faktor koagulant. Pra, është një lloj medikamenti funksionin e gjakut. Po, dhe për shkak sepse kanë një problem shëndetësor që mendohet që mund të jetë gjenetik, dhe për shkak sepse ky medikament është shumë i shtrenjtë, shteti ka përcaktuar me ligj që ti subvencionojë dhe ti trajtojë këta persona falas me këtë lloj medikamenti. Tani çfarë ka ndodhur? Mungon në treg. Asnjëherë nuk e kanë marrë në sasinë e dur dhe në masën e dur dhe në kohën e dur këta persona, sepse sistemi i shëndetësisë nuk ka funksionuar siç duhet. Pra, ose ka patur mungesë të medikamentit, ose nuk ka patur vëmendjen e dur nga institucioni përkatësor. Dhe çfarë ka bërë? Kjo ka bërë që ata personat kenë një lloj sëmundje të tillë që ty shkaktojë dëm shumë i madh, sepse kjo lloj diagnoze, kjo lloj sëmundje ndikon në kockat e trupit të tyre, duke bërë që të kenë dobësim shumë të madh thyre të kockave, shkurtim të tyre, pra të kenë një lloj invaliditeti për faktin që nuk kanë marrë trajtimin e dur me medikamente përkatës në kohën e dur. Dhe jemi në kushtet që është shkaktuar një dëm, pra sëmundja ka agravuar jashmase për mos trajtimin e dur, detyrim të cilën e ka patur shteti. Dhe ne jemi drejtuar në disa raste me padigj gjykatës administrative ku kemi fajsohet shteti në këtë rast. Është Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza si dy subjektet që kanë patur detyrimin për të trajtuar këta persona. Dhe vlerësohet sa ka agravuar sëmundja për shkak të mos trajtimit të dur dhe sa është dëmi që është shkaktuar këtij personi. Dhe normalisht gjykata administrative i ka pranuar kur është provuar me anë të një akti ekspertimi që nuk është dhënë medikamenti i dur dhe personat përkatës janë shpërblyer. Pra, kemi raste kur për shkak të mjekimit pakujdesshëm ose mjekimit jo të dur është shkaktuar dëm dhe duhet ta paguajë. Ky medikament, nëse shteti nuk e siguron, në mënyrë private sigurohet? Mund të sigurohet për shumë i shtrenjtë. Dhe për këtë arsye është përcaktuar nga shteti që të subvencionohet nga shteti. Duke qenë se këta persona janë shumë, domethënë, e vuajnë pjesën e shëndetit që në moshë të vogël dhe janë një numër shumë i vogël i shoqërisë, për këtë arsye është përcaktuar nga ligji kjo pjesë. Edhe në këtë rast të pacientëve funksionon dëm shpërblimi në raste ekstreme kur humb jetën një person në moshë të re në pagesë, edhe në moshë më të thyer në pagesë, është ky ndryshim si kundër e kishim tek rastet e aksidenteve në rrugë, flas për mjekimin e pakujdesshëm. Absolutisht formula është e njëjtë. Ajo që ndryshon është vlera e shpërblimit është më e madhe. Pra kur kemi një dëm të ndodhur jashtë një aksidenti rrugor, formula është e njëjtë, por vlera e shpërblimit është më e madhe, sepse dëmi jo pasuror, pra biologjik, moral, ekzistencial, ka mënyrë tjetër llogaritje. Nuk llogaritet i kufizuar sipas aksidentit rrugor, por llogaritet sipas një vendimi unifikues të 2007-s së Gjykatës së Lartë që përcakton vlerë shumë të madhe të dëmit jo pasuror për ngjarjet që kanë shkaktuar dëm jashtë aksidenteve rrugore.
Pra edhe humbja e jetës ka një lloj, le të themi, pagese që në këto raste mbetet e ndryshueshme. Po, humbja e jetës është një ngjarje tragjike, por për sa i përket vlerës së shpërblimit, për ngjarjet përtej aksidenteve vlera e shpërblimit është shumë e madhe dhe është e justifikueshme, nuk po themi e justifikueshme humbja e jetës, por në raport me dëmin që ka ndodhur, dëm shpërblimi është proporcional në raport me dëmin që i ka ndodhur familjes së personit. Ka raste të shpeshta të humbjes jetës nga mjekimi pa kujdesshëm? Jo, nuk ka raste shumë të shpejta, të shpeshta, në raport me aksidente rrugore janë raste më të rralla, dëmet që ndodhin nga mjekimi pa kujdesshëm, por ka raste. Një rast ishte ky që unë thash, ka raste të tjera kur personat kanë humbur jetën për shkak sepse kanë marrë trajtim të gabuar, ka patur raste kur është gabuar grupi i gjakut dhe ose vendosja e diagnozës. Pra ka disa raste që është shkaktuar dëm, ka raste kur mund të jetë shkaktuar probleme shtatzanin, apo siç ishte edhe një rast që ndodhi para, në mos gaboj, një viti në Tiranë, kur një fëmijë, një i mitur, ishte duke marrë një trajtim pra një klinike stomatologjike dhe humbi jetën dhe rezultoi që mbas një akti ekspertimi të kryer jashtë shtetit rezultoi që fajtori ishin mjekët përkatës për shkak sepse kishin shkelur procedurat përkatëse dhe si pasojë erdhi humbja e jetës së të miturit. Duhet kujdes në fakt, kujdes i shtuar gjithandej. Ka një specifik që mendoj që edhe këtë pjesë duhet ta përmendim. Po. Mjekësia është shkencë pavarësisht se ka ato objektivitetin e saj, edhe trupi i njeriu ka një lloj subjektivizmi që nuk reagon një lloj ndaj çdo lloji ndërhyrje apo trajtimi. Për këtë arsye, dhe nga ligji dhe nga kodi penal është parashikuar që në momentin që mjekët kanë shkelje, pra ka rezultuar që nuk kanë dhënë mjekimin e dur, të kenë një dënim të ulët. Pra dënohen deri në 2 vite burg, ndërkohë që në momentin që kemi një shkelje nga ana e personelit mjekësor dhe ka ardhur pasojë që kemi humbje jetës së një personi. Ndryshe nga çfarë ndodh kur kemi një ngjarje tjetër, për shembull një aksident rrugor me pasojë vdekje dënohet deri në 10 vite burg. Shkaktari. Arsyeja që ligji ose kodi penal e parashikon këtë gjë, bluzat e bardha po. Lidhet me faktin që mundësia për të gabuar si mjek është e madhe dhe subjektivizmi i detyrës së mjekut është më i madh se sa kur ti je duke drejtuar një mjet që i ke të përcaktuara qartë rregullat dhe nëse respekton rregullat nuk ke përgjegjësi penale. Pra penalitete ka edhe për pozicionin e mjekëve. Absolutisht, por është mbajtur parasysh nga ligji që të jetë mas lehtësuese për shkak të natyrës së punës së tyre. Ç'ndodh me pronat avokat? Edhe pronat mbeten një moment shumë jetik përballë faktit të dëmshpërblimit. Atëherë, duke qenë se ne sonte po flasim për dëmshpërblimet, një nga dëmet që shkaktohet personave ose njerëzve është dhe marrja e pronës. Dhe sigurisht jetojmë një kohë që ka kaluar në 2 kapërcyelle, le të themi të komunizmit, kur u mor kjo pronë, u rikthye pas 90-s në erën e demokracisë dhe sigurisht tani ka filluar betejë tani e dëmshpërblimit për pronat. Tani po ndodh një fenomen tjetër që unë me fatkeqësi e konstatoj, që është në momentin që kemi një shpronësim, pra nëse shteti ka interes për pronën private të një personi, për shkak sepse do bëjë një rrugë apo një investim me interes publik, e trajton pronarin në kushte diskriminuese. Si e trajton në kushte diskriminuese? Nëse ti ke një pronë e cila po marrë një shembull X, bën 20.000 lekë ose 200 euro për metër katror. Shteti ty ta shpronson me një vlerë qesharake, 3.000 lekë të vjetra ose 300 lekë të reja për metër katror, sepse këto janë çmimet e referencës. Pra ty të kompenson ose termi juridik është të shpronëson për interes publik për shkak sepse kjo pronë duhet të bëjë një rrugë, të bëjë një shkollë apo një investim tjetër apo një park, që njihet nga ligji si fenomen, pra në momentin që ke një interes publik, do shpronësosh personin tjetër, por vlera e shpronësimit është shumë e vogël. Tani jam dakord me pjesën e shtetit, sepse përfitojnë të gjithë jemi shtetar dhe do bëhet rruga, do bëhet parku, Pse është kaq i pashpirt shteti përballë individit që ja merr, duke vlerësuar kaq shteti përcakton këtë logjik. Unë do të shpronësoj në raport me vlerën e referencës që ka kjo pronë. Nëse ti ke një tokë bujqësore, anës liçenit, toka bujqësore mund të vlerësohet me 2.000 lekë apo 3.000 lekë të vjetra, sipas çmimit të referencës. A është vlerë reale kësaj prone 2 apo 3.000 lekë? Absolutisht nuk është. Me këtë vlerë nuk gjen të shkosh
ku të duash, jo më në breg të liçenit. Dhe vlera e ofruar nga ana e shtetit apo e institucionit që do të bëjë shpronësimin është shumë e vogël. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që personat që kanë pronën nuk mund të realizojnë drejtën e tyre. Ligji përcakton që kanë të drejtë të kundërshtojnë vlerën e shpronësimit. Vlera e shpronësimit del me anë të një vendimi të Këshillit të Ministrave për shpronësim përkatës, duke përcaktuar sipërfaqen e shpronësuar dhe vlerën e shpronësimit për metër katror. Secili nga personat të cilët ju është shpronësuar prona përkatëse kanë të drejtë të drejtohen gjykatat administrative nëpërmjet një avokati, ku të kërkojnë kundërshtimin e vlerës së shpronësimit. Pra, nëse shteti e ka shpronësuar me vlerë qesharake, ti përafrohen apo të shkojnë te vlera e tregut, duke provuar në gjykatat administrative që vlera e kësaj prone të shpronësuar nuk është 3.000 lekë të vjetra, por është saktë. 300.000 lekë ose 200.000 lekë në raport me vlerën përkatëse. Dhe në përgjithësi gjykata administrative e ka pranuar këto padi, pra duke ndryshuar vlerën e shpronësimit, sidomos në këto raste që diferenca është shumë e madhe midis vlerës së ofruar dhe vlerës reale të pronës. Jo, bëj një pyetje tani, ndoshta edhe naive, ka njerëz që janë jashtë, ka njerëz që në momentin e shpronësimit nuk kanë qenë. Deadline-i fletore zyrtare ka mbaruar etj kur bën ankimimet. Çfarë ndodh me këta njerëz që nuk janë të informuar, të keq informuar? Gjëja më e mirë është që në momentin që kanë informacion që do të ndodhë një shpronësim apo jërzon prona, të kapin avokatin dhe të luftojnë. Të mos e lënë të kaloj afati shumë, sepse kanë nxjerrë një vendim gjykata e lartë së fundmi që përcakton që dy janë momente që ti mund ta kundërshtosh vlerën e shpronësimit. Pra, vendimin e Këshillit të Ministrave që përcakton që do të shpronësohesh dhe sa është vlera e shpronësimit. I pari është momenti kur ti je njoftuar dhe ke 30 ditë kohë nga momenti i njoftimit, dhe momenti i dytë është kur nuk je njoftuar dhe ke 1 vit kohë nga momenti që ka dalë vendimi i Këshillit të Ministrave. Këto deadline kanë përfunduar, s'ka asnjë shans? Është e vështirë të realizohet. Normalisht pjesa jonë është një shkencë subjektive që secila pjesë ka atë interpretimin e saj, po me vendimin e fundit gjykatës së lartë vështirësohet. Prandaj që është mirë që secili person që ka një pronë dhe i zihet nga shteti, i merret i shpronësohet nga shteti, të mos e lënë pasdore po ta ndjekin në kohë. E kuptoj. Në rast kundërt është i humbur individi. Është e vështirë të realizohet e drejta. Nuk është e pamundur, por duhen para hapësirat e tjera ligjore pastaj, ose të justifikohet fakti që të kërkohet një rivendosje në afat e drejtë së ankimit, duke marrë parasysh që ka qenë përpara një shkaku madhor të mos ngritjes së padis. Për shembull, ka qenë jashtë shtetit dhe s'ka patur asnjë mundësi për ta ngritur padi. Do të vlerësohet rast pas rasti, por vështirësohet situata. Ne kuptoj. Çfarë ndodh me njerëzit zakonisht në këto gjyqet e shpronësimeve? Do me thënë, jo në këtë rast kur kishim elementin e shpronësimit për gjëra madhore e tjerë. Flas, nuk e di, rutinë të gjërave që Shpronësimi mund ndodhi vetëm kur ka një interes publik. Shteti nuk mund ta marrë pronën nëse nuk ka një interes publik, por ka disa raste specifike. Kemi dëgjuar që do kaloj një rrugë dhe rruga s'kalon kurrë. Ajo pronë është marrë. Atëre, në momentin që është marrë prona dhe nuk ka dalë shpronësimi në favor të fletoren zyrtare, atëre subjekti që është cënuar mund t'i drejtohet gjykatës dhe të kërkojë shpërblim dëmi. Pra, unë jam pronar i kësaj toke, kjo tokë apo kjo pronë më është marrë dhe rezulton që është bërë ky lloj investimi nga ana e shtetit, pavarësisht se nuk ka dalë në fletoren zyrtare, provohet fakti që faktikisht mua më është shkaktuar dëm dhe të kërkohet shpërblimi i dëmit në raport me pronën përkatëse. Pra, edhe për pjesën e vlerës shpërblimit, këtu jemi tek këto ujëra. Në rastin konkret kur është në një pozicion të mirë, është mi madh shpërblimi, por duhet të ndjekësh këto hapa ankimimi, dhe në raste të tjera pastaj mbetet ai shpërblim qesharak. Nëse nuk e ndjek rrugën gjyqësore, normalisht do të ngjelet shpërblimi që përcaktohet sipas shmërit të referencës, që është vlerë shumë e ulët të shpronësimit. Nuk ndikon, le të themi, në të themi ndërgjegjen e këtyre njerëzve që bëjnë këto kalkulime, këto se është qesharake në fakt. Të tallesh me individin në këtë 1000 vjeçar të ri kur dihet që vlerat janë kolosale dhe të çmendura dhe s'ka ndonjëherë edhe pagesë për pozicionin që ke të pronës apo të vlerës tënde. Ju e thatë pak më parë që në periudhën e komunizmit u mor prona private dhe çdo person u shpronësua nga prona e tij. Në një
mënyrë të minimizuar ndodh e njëjta gjë, sepse jo të gjithë qytetarët kanë mundësi që ta ndjekin procedurën gjyqësore apo kanë informacione në dorë për ndjekur procedurën gjyqësore. Megjithatë, as nuk duhet të shkoj në këtë pikë. Pse duhet ta ndjekë me gjyq të harxoj 10 vite, të marrë dhe avokatin pavarësisht se ne këtë punë bëjmë, por pse duhet qytetari të kalojë mbi këtë kalvar për të realizuar të drejtën e tij që do ta ketë që në momentin e parë që ai shpronsohet. Unë kam parë një rast që më ka bërë përshtypje, pavarësisht se ne e shohim dhe është e vërtetë që është një vend komunist, por ama pronën private e trajtonte me respekt. Kalonte një autostradë në një vend të Kinës dhe vetë personi nuk kishte pranuar që t'i shpronsoj pronën e tij dhe derisa përfundoi procesin në gjykat nuk ju prish prona. Ngeli e pa ndërtuar autostrada në pikën e shtëpisë së tij derisa përfundoi procesi gjyqësor. Kemë dëgjuar gjëra të tilla dhe duken sikur janë kështu vin nga po flasim për Kinën që ne e perceptojmë si vend komunist. Ne presupozohet jemi demokraci. Jemi kriptokomunist ndoshta ndonjëherë për gjëra të tilla. Dhe ka raste që të vjen një shkresë brenda 5 ditësh do prishet shtëpia. Tani kjo nuk është as ligjore, po as njerëzore. Pra duhen disa shkallë që ta motivojnë këtë elemente dhe edhe ku diun shtetarit jetë i qetë në ndërgjegjen e vet për shpronsimin, prishjen që i bëjnë. A mund të ndryshojë vlera e shpronsimit? Po, mund të ndryshojë në duke ndjekur këto elemente shkallë të gjyqësorit. Duke ndjekur rrugën që diskutuar vlerën, po. Pra, duke përcaktuar, nga ana e gjykatës caktohet një ekspert për t'i dhënë detyrë për të përcaktuar sa është vlera e kësaj prone. Dhe eksperti merr parasysh kontrata, referencë, sa është shitur prona e ngjashme vitet e fundit dhe përcakton sa është vlera e pronës, e cila merret si vlerë referencë nga ana e gjykatës në shpërblimin e saj. Po e quaj fair edhe real, madje pas një lloj konotacioni të figurshëm dantes, elementin e shpërblimit qesharak të individit në raste të tilla kur merret në një moment të dukshëm, të mirë, pozicion të pakundërshtuar prona dhe shpërblehet në mënyrë kaq qesharake. Po mendo, situata duhet të bëhet edhe më dramatike kur personat nuk kanë certifikat pronësie. Ja u vështirëson situata. E mendoj unë, edhe them bëhet më apokaliptike situata. Në momentin që nuk ka një certifikat pronësie, nuk i akordohet vlerë shpronësimi nga ana e Këshillit të Ministrave. Pra në vendim për Këshillin e Ministrave që përcakton prona që do shpronësohen, nëse kjo pronë nuk është e regjistruar në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, nuk përcaktohet vlerë shpronësimi. Tani pyetja që mund të ngrejmë ne, në momentin që personi nuk ka certifikatën dhe nuk e përcaktohet vlerë shpronësimi, a ka të drejtë të kërkojë shpërblim? Ka të drejtë. Nëse mënyrën e fitimit të pronësisë ka të rregullt, ka të drejtë. Pra, nëse ai e ka blerë nëpërmjet kontratash shitblerje, po nuk e ka regjistruar këtë kontratë, nuk ka rëndësi. Të ndryshme, se ka një certifikat prone. Po, pra, ne e quajmë në terma ligjor titull pronësie. Nëse ai ka titullin e pronësisë të rregullt, nuk ka rëndësi këtë titull pronësie e ka regjistruar apo nuk e ka regjistruar, nuk i ndikon në drejtën e tij për të ushtruar tagrat e pronësisë, një ndër të cilat është e drejta e shpërblimit në momentin që kjo pronë zihet. E kuptoj. Okej, të paktën ka një lloj frymarrje për individin në një rast tillë kur situata ka bërë që ai mos ta ketë këtë titull pronësie sikundër e thatë ju zvendësimin e termit certifikat. Absolutisht. Certifikata në vetvete nuk është një titull pronësie, titulli pronësie është mënyra e ligjshme e fitimit të pronësisë, që mund të jetë kontrata e shitblerjes, dëshmia e trashëgimisë, kontrata e dhurimit, pra me çfarë mekanizmi ligjor e ka fituar të drejtën e pronës personi përkatës. Është ajo që ne e quajmë ose marrëdhënie juridike që e ka fituar pronën, që quhet titull pronësie. E ka regjistruar apo nuk e ka regjistruar këtë titull pronësie, pra këtë pasuri që ka fituar, nuk ja ishte drejtën e shpronësimit. Ngarkohet me përgjegjësi administrative, se nëse ti nuk e ke regjistruar, ke një lloj gjobe që duhet ta paguash për ta regjistruar në hipotekë këtë dokument, por nuk të heq drejtën e pronësisë. Eksperjenca juaj si avokat keni ndeshur procedura të tilla jo vetëm në rastin e mungesës tutullit pronësisë, edhe në raste të tjera kur është bërë shpronësi me vlera qesharake. Absolutisht. Së fundmi në Pogradec janë bërë shumë investime. Konkretisht është bërë rruga Pogradec Tushemisht, po ashtu dhe në parkun e Drilonit. Dhe unë mund t'ju them që vlerat e shpronësimit në pozicione shumë të mira tokësh kanë qenë 192 lek ose 366 lek. Pra 1920 lek të vjetra ose 3600 lek të vjetra. Tani më gjej një tokë në Republikën e Shqipërisë që është në këto vlera.
Po flasim për toka që janë pranë parkut Drilonës, të Drilonit, që është e pamundur të kenë vlera qesharake të këtyre. Po besoj çështje gjyqësore. Absolutisht. Kemi ndjekur disa çështje gjyqësore dhe gjykata administrative deri në këtë moment është treguar në lartësinë e dur, sepse normalisht e ka parë që është qesharake ti shpronsosh në këto vlera, pra nëse ti ke 1000 metër katror të shpronsosh në vlerën 2 milion lekë të vjetra, që është absolutisht qesharake. Dhe gjykata administrative i ka ndryshuar duke marrë si referencë sa mund të jetë vlera e tregut e kësaj prone. Reale. Pra, sa shitet kjo pronë. Okej, shumë i qartë edhe për këtë pjesë. Mirë, avokat, ne do kalojmë publicitet dhe kthehemi pjesën e tretë. Publicitet. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të Infoftes këtu në Sot 7 me mua Vion sërish, edhe në këtë pjesë tjetë i ftuar në studio avokati Endri Çela. Endri, do doja të mbetemi në këtë pjesë të tretë pak tek martesat dhe divorcet. Shikoj shumë njerëz që martohen, jeta e lumtur buzëqesh, le të themi, në çdo moment qeliz të jetës, interesit, dhe shumë shpejt shikojmë njerëz nëpër gjykata drejt divorcit. Domethënë, me drejt për drejt edhe pyetja, por edhe pohimi im është që shumë shpejt njerëzit përfundojnë divorc. Shkaqet problemet ekonomike, ku diun ndoshta i bën njerëzit që të mos mendohen gjatë, të thonë po në martesë dhe pastaj fillon vështirësia që prodhon divorc? Unë mendoj që ka disa arsye që persona që martohen shkojnë në divorc. Një nga arsyet më kryesore është fakti që tashmë është më e pranueshme shoqërisht divorci si fenomen. Nëse më parë nga ana e shoqërisë, familjes apo vetë personave ishte shumë e vështirë ta pranonin si fenomen dhe pavarësisht se mund të mos kishin marrëdhënie të mirë, do ishin detyruar të vazhdonin martesën për shkak të presionet që kishin nga vetë ajo që mendojnë ata, familja apo shoqëria. Tashmë kjo pjesë është ulur dhe nuk është më i njëjti presion nga këto faktorë që ta më përpara dhe personat janë më të prirur të i drejtojnë gjykatës për të kërkuar zgjedhjen e martesës. Në fakt, ajo që më çudit është numri i lartë i divorceve. Është ku diun, nuk e di, i frikshëm si numër. Është vetëm po grates, flas tërësi për Shqipërinë, jo vetëm qarku i Korçës. Është e vërtetë. Numri i divorceve ka ardhur duke u shtuar. Një nga elementet është ajo që thamë ne. Megjithatë, gjithmonë kur diskutojmë për zgjidhjen e martesës ose për divorcet, unë jam mendimit që të gjitha këto që shohim ne janë shkaqe të jashtme, pra papunësia, përdorimi i alkoolit, dhuna në familje, plagët sociale, kumari, varësia ndaj lorëve të fatit, pra vështirësia e jetës. Faktorë të jashtëm. Janë faktorë të jashtëm, jo se nuk kanë rëndësi. Të brendshëm. Të brendshëm janë karakteri dhe personaliteti që kanë individet. Si mbi vendosen këta me njëri tjetrin. Sa të fortë janë ata për të përballuar krizat? Sa të fortë janë, sa dashamirësi kanë për ta zgjidhur mbajtur fort familjen edhe. Sepse në momentin që dy persona njihen, por nuk janë të martuar dhe nuk jetojnë bashkë, nuk bien në atë pjesën që të njohin pjesë të errta të karakterit të tyre. Në momentin që ata fillojnë të jetojnë bashkë, njohin një pjesë të vetes. Martesa apo bashkëjetesa i zbulon këtë pjesë? Si martesa, si bashkëjetesa në raport me këtë pjesë nuk ka ndryshim. Ka të bëjë jetesa afër njëri tjetrit për të qenë sa më afër njëri tjetrit. Martesa është mekanizëm ligjor, që në rastin konkret nuk mendoj që ndikon në një gjë në raport me mosmarrëveshjet që lindin në familje. Dhe janë disa elementë që lidhen me atë që thamë ne me anën e brendshme. Ja, personaliteti, karakteri, stilet e atashimit, apo qasje të ndryshme apo problematika të ndryshme që kanë persona ndryshme në personalitet të caktuar. Sepse nëse vërtet, nuk po flasim që detyrimisht çdo person që lidh një martesë është detyruar ta zgjidhë atë. Por në shumicën e rasteve fillon krijohet një ambient i tillë toksik që është e pamundur të vazhdojë. Dhe në shumë raste njerëzit e kanë të pamundur të kuptojnë çfarë po ndodh. Ndonjëherë unë jam me divorcin sepse njerëzit lindin dhe njerëz se zdurohet sheri, dhuna dhe stresi çdo moment. Absolutisht. Dhe pra, që nga këto element të brendshëm që diskutojmë ne, pra mënyrën se si mbi vendosen karakterit me njëri tjetrin, çfarë ambienti kërkojnë, çfarë pritshmërish kanë nga martesa, sa janë mësuar të respektojnë veten dhe personin tjetër, krijon dinamika përkatëse që pastaj pasqyrohen dhe me elemente jashtëm, pra në momentin që nuk ka një harmoni familjare. Gjithë situata dhe bëhet më vështirë. Dhe shtohen dhe elemente vështirësive ekonomike, papunësia, varësia ndaj lojëve të fatit, por nëse dy persona vërtet kanë dashuri dhe respekt për njëri tjetrin,
kalojnë çdo lloj vështirësie të mundshme. Në momentin që mungojnë këto dy elemente ose nuk dinë se si trajtojnë këto dy elemente, atëherë shtohen edhe elemente të tjera që çojnë në zgjedhje. Më shpani një kuriozitet, ka raste kur i thuhet jo divorcit edhe jepet shansi për të mbajtur familjen gjallë, jetën gjallë, fëmijët pranë familjes. Në më thëmë kuptime s'bëhet divorci, ka raste? Ka raste. Flas gjithmonë për momentin e gjykatës, ti shkon për divorce dhe pastaj ku diun ka një reflektim, ka një epient. Gjykata ka detyrimin që në seancën e parë të bëhet që ne quajmë seancë pajtimi. Kjo seancë bëhet vetëm me prezencën personalisht të palëve. Avokatët nuk lejohen të marrin pjesë në këtë seancë. Qëllimi i ligjit është që gjykata të bëjë përpjekjet maksimale për të parë nëse ka mundësi rehabilitimi ose jo kjo martesë, sepse normalisht i jepet prioritet faktit të vazhdimësisë së martesës dhe mosprishjes së familjes. Pozicioni juaj del në skenë në momentin që mbaron kjo fazë e parë. Po, mbasi mbaron seanca e pajtimit dhe ka arritur në konkluzionin gjykata që nuk ka shpresë pajtimi. Nuk ka shpresë për të vazhduar kjo marrëdhënie, atëherë vazhdon procedura ligjore dhe secila nga palët mund të ketë avokatën e tyre. Fatkeqësisht, ajo që ndodh është që në një pjesë shumë të vogël të rasteve arrihet pajtimi, sepse nëse personat kanë arritur në pikën që janë drejtuar gjykatës, marrëdhënia ka shkuar në atë pikë që është shumë e vështirë të rikuperohet. Jo, do më thëmë pyetja ime drejt për drejt ishte, ka raste tilla apo i kemi me pikatore? Janë raste të pakta. Ka raste, po janë të pakta. Ka dhe një gjë tjetër, dhe një element tjetër që duhet ta përmendim. Edhe në ato raste të cilat arrihet pajtimi në një seancë, mundësia që të ridrejtohen gjykatës pas një farë kohe është shumë e madhe. Pra, mund të pajtohen në momentin e parë, mund të zgjasi disa kohë një situatë dhe rikthehet situata që ka qenë përpara dhe palët drejtohen sërish gjykatës. Raste shumë të ralla ka arritur të arrihet pajtimi dhe të mos drejtohen me gjykatës dhe të vazhdojë marrëdhënia midis palëve. Dhe në momentin kur nuk ka pajtim, sigurisht ka pjesëtim pasurie. Po. Ligji parashikon që pasuria e vënë mbas martese me të ardhurat e njërit apo dy bashkëshortëve ndahet për gjysmë. Nuk ka rëndësi kush ka kontribuar më shumë financiarisht apo më shumë, sepse logjika e kodit të familjes është e tillë që kontributi mund të jetë financiar, sepse njëri nga bashkëshortët punon më shumë, por mund të jetë dhe i natyrës së përkujdesit për fëmijës. Po e kuptoj. Pjesëtimi është i barabartë. Pjesëtimi është për gjysmë. Pasuria e vënë para martese i përket secilit bashkëshort. Në raport me pasurinë e vënë pas martese ka disa përjashtime që nuk lejohet pjesëtimi asaj pasurie, po i përket bashkëshortit që ka përfituar. Një nga këto pasuri që nuk pjesëtohet, pavarësisht se mund të jetë përfituar mbas martese, është ajo e përfituar me trashëgim. Ajo e përfituar me dhurim nuk i përket bashkësisë ligjore për të pjesëtuar, po i përket individualisht personit i cili e ka përfituar, bashkëshortit i cili e ka përfituar nëpërmjet këtyre mekanizmave juridike. Ka raste që bën të dëgjuar, i kam nuk e di se sa janë të vërteta, deklarata që në fillim të martesës që në momente ku dion krize, divorci, heqdor nga pasuria e X-it, që në momentin e parë të martesës. Po, njihet edhe nga kodi familjes si element. Njihet kodi familjes këtë deklaratë. Kjo quhet kontratë paramartesore. Për të përcaktuar çfarë regjimi pasuror do të kenë personat që do të martohen. Aplikohet pak, por në momentin që lidhet një kontratë e tillë, është e qetë pjesa e pjesëtimit pastaj. Është e qetë sepse do të jetë mënyra e ndarjes siç është përcaktuar në kontratë. Ajo që mund të them unë është që kjo nuk aplikohet. Është fyerje në fakt. Kush nuk aplikohet? Nuk aplikohet kontrata paramartesore. Po pse nuk aplikohet në Shqipëri? Mendoj që nuk e kemi. Përderisa ligji e një nuk aplikohet jo sepse ndalon ligji, por sepse vetë personat nuk e kërkojnë këtë gjë. Nuk e kërkojnë personat. Jo sepse ta heq mundsinë ligji apo institucioni. Si individ mund ta kërkosh. Po, nëse e kërkon nuk të ndalon asnjë nga institucionet përkatëse. Mund të lidhësh kontratën paramartesore dhe pasojat pasurore të zisë martesë do jenë ato që janë përcaktuar në kontratën paramartesore. Është dhe ajo që ju thatë pak më parë që ka dhe një element mosbesimi, pra shoqërisht ta nisësh një martesë duke i thënë që do kemi këto rregulla, ka një problem moral. Sikur ti po nisesh për ta zgjidhur martesën. Po ndjen fundin e martesës që në momentin e parë. Aq më tepër që ne në Shqipëri nuk e kemi ndier shumë marrëdhënien me pronën private, sepse e vim nga një sistem komunist ku nuk ekzistonte prona private, ndërkohë që në shtetet e huaja, duke qenë se
Ishte gjëja kryesore. Ka qenë gjëja kryesore, aplikohet dhe më shpesh sidomos në të persona që janë shumë të pasur. Tani, a duhet të aplikohet, as duhet të aplikohet, se cila ka element pozitiv dhe negativ. Është ajo që ju thatë, tani është martesë në të lloj forme, ka diskutimin e saj. Çdo person e vlerëson individualisht pastaj nëse duhet të aplikohet. Thyen njerëzit duke në shkruar një deklaratë të tillë, por ndoshta ndonjë rast kur kemi pasurira të mëdha duhet të funksionojë edhe kjo gjë. Divorci dhe pasojat. Ka pasoja tek fëmijët, ka. Atëre, gjykata në momentin që përcakton zgjidhjen e martesës midis dy personave është detyruar që të përcaktojë dhe disa pasoja të zgjedhjes së martesës. Cilat janë këto pasoja? Një nga më të rëndësishmet është me kë do jetojnë fëmijët, cili nga prindit do jetojnë fëmijët, pra kujt do t'i lihen për rritje dhe për edukim fëmijët, një apo sa fëmijë ka nga martesa. Ka disa elementë që përcakton ligji për të dhënë prioritet prindit që duhet të jetojnë fëmijët dhe elementi më i rëndësishëm është ajo që kodi familjes e quan interesi më i lartë i fëmijës. Cili është interesi më i lartë i fëmijës? Aty prindit do t'i lihen fëmijët për të rritur dhe për edukuar. Pra nuk merr interesin e prindëve parasysh, merr interesin e fëmijës sepse ata janë prioritar në raport me mënyrën e rritjes së tyre. Dhe përveç faktit që do t'i lihen njërit prind fëmijët apo fëmia që ka lidur nga martesa, prindi tjetër që nuk i lihet për rritje dhe për edukim fëmia, duhet të paguajë një kontribut mujor për rritjen e fëmijës. Në të njëjtën kohë përcaktohet dhe mënyra e takimit të prindit që nuk mban fëmijët me fëmijët, në mënyrë që edhe nëse ka marrëdhënie të agravuar, të mos bëhet pengesë prindit tjetër për të takuar dhe për të shkëputur marrëdhënien midis babait ose nënës. Kur fëmia është në moshë të vogël i jepet prioritet nënës për ta rritur për shkak edhe të lidhjes biologjike, duke qenë se nëna presupozohet që mund të kujdeset më shumë. Ka raste që nuk i lidhet dhe nënës, kur ajo ka treguar sjellje jo korrekte në raport me fëmijën, e ka dhunuar, e ka braktisur apo është e merr përgjegjësinë e rritjes babait. E merr babai. Pra gjithmonë vlerësohet cili nga prindit i jep ka pasur gjykata, le të themi qarkunton raste të tilla. Po që herë i jepet nënës dhe herë i jepet babait. Në pakta kanë qenë. Ajo që konstatoi unë është që gjykata në përgjithësi është korrekte në raport me aplikimin e ligjit në këto çështje. Pra, e sheh me prioritet dhe është e ndjeshme në raport me zbatimin e ligjit në këto çështje. Cakton dhe një psikologe për të parë situatën dhe për të marrë informacion të specializuar që ne që jemi juristë, ne avokat ose gjykata nuk arrin ta marrë për shkak se nuk është specializuar në raport me marrëdhënie me fëmijët. Dhe është korrekte në raport me vendimin që jep. Siç e thamë lart, i jepet prioritet nënës dhe në shumicën e rasteve e lihet nënës, por jo gjithmonë. Ka raste të tjera që i lihet për rritje. Tani nëse nëna mban fëmijën, babai duhet të paguajë një kuotë lekësh, nuk e di sa e vendos gjykata në bazë të ardhurave. Kodi i familjes nuk përcakton një vlerë përkatëse, fikse, por merren parasysh çfarë të ardhurash ka secili prind. Çfarë mënyre jete është mësuar fëmia të bëjë. Çfarë moshe ka fëmia, çfarë shkolle do të ndjekë, pra të gjitha këto element për të krijuar një ide, çfarë nevojash ka fëmia dhe ka një background që pastaj pozicionon pjesën e pagesës. Po, do doja të gjithmonë flas nga eksperjenca ime për të shkuar kuriozitetin, nëse babai mban fëmijën, në këto raste, nëna paguan shumë për fëmijën, si në rastin kur nëna mban fëmijën dhe babai është i detyruar të paguajë për nënën? Po, ligji nuk bën dallime midis faktit që për shkak sepse është babai ai që do mban fëmijën nëna mos paguaj. Prindi që nuk mban fëmijët do të paguajë prindin tjetër. Nuk ka rëndësi gjinja e prindit. Kur fëmia i kalon babait, se në rastet më ekzemplare është babai që paguan sepse dihet që nëna është ajo që rrit fëmijën. Po ka dhe raste të tilla, dhe në raste të tilla është nëna pastaj ajo që duhet paguajë. Nuk ka asnjë dallim në raport me ligjin. Nuk e kam ditur këtë gjë. Përtej i vetmi dallim është kjo që i jepet prioritet nënës për të mbajtur fëmijët për shkak të lidhjes biologjike më të afërt që ka nëna me fëmijën. Në rastet kur nëna nuk i ofron mënyrën më të mirë të rritjes fëmijës, që lidhet me jo vetëm me anën ekonomike, por edhe me anën emocionale, për atë që ajo ka treguar deri në ato momente, fëmijët i lejnë babait dhe është nëna ajo që duhet të paguajë vlerën përkatëse. Në shumë raste nënat nuk duan ndonjëherë që fëmijët të takojnë baballarët. Pse? Pse e kanë këtë, le të themi, dëshirë s'po e quaj, po ndikim që mos ndodh kjo gjë. Në shumicën e rasteve apo kur është fjala për baballar problematike dhe
Në shumicën e rasteve e kanë për faktin që marrëdhënia ka vetëm në atë pikë sa nëna dhe babai kanë vetëm urrëtie midis njëri tjetrit. Dhe faktikisht përcillet te fëmia dhe dhe dëmi më i madh i bëhet fëmijës. Sepse këto urrëtie që e kanë midis tyre përdorin fëmijët si mekanizëm për të ndikuar tek urrëtia që kanë te njëri tjetri. Dhe dëmi që i bëhet fëmijës është i pamat. Pra, ai është një fëmijë që po rritet në një lloj përveç faktit që ti po largon një prind nga rritja, po e ushqen dhe me një lloj urrëtie apo negativiteti për prindin tjetër. Kjo bën që edhe kur të rritet do ta vuaj shumë ai fëmijë dhe do duhet shumë punë me veten që të gjejë atë balancën në jetë. Më kujtua një mesazh që është një tragedian i viteve 30 e tema Xhiademi, me një nga veprat e veta ku përcillet mesazhi që vëllezërit dhe motrat i bën, domethënë motra dhe vëllezër, jo lidhja e gjakut, ajo dihet, por është dashuria barabartë prindërore ajo që i bën të ndihen vëllezër dhe motra. Shumë e vërtetë. Një lloj mesazhi që më erdhi tani në këtë moment nga gjithë kjo pjesë e diskutimit që po bëjmë. Unë nuk e kisha dëgjuar këtë, por e kisha konstatuar në raport me dinamikën e situatave ku ka patur zgjidhje martese, kështu që është shumë e vërtetë ajo që ju thotë. Avokat, të falenderoj. Më vjen mirë që sigurisht edhe me temat Xhiademin dhe mesazhin e tij kemi arritur në fund të infoftesës për sonte. Faleminderit, ishte një kënaqësi. Jo, vërtet kemi unë personalisht, po sigurisht dhe shikuesit nuk e vën dyshim kanë marrë një lloj informacioni të vyer. Faleminderit. Shumë kënaqësi. Nderuar miq, kemi qenë me avokatin Endri Çela në këtë infoftesë të njëjtë këtu në Sot Shtat. Ju kujtoj që ky takim ritransmetohet nesër në orën 16 dhe takimi radhës të njëjtën tjetër në 20:30 me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natë e mirë.